Fokusimi është një nga aftësitë më të fuqishme që kemi, por edhe një nga më të rrallat në botën moderne. Në këtë video do të mësosh pse shumica e njerëzve dështojnë të fokusohen, si duhet dhe si ta përdorësh fokusin për të arritur rezultate të jashtëzakonshme në jetën tënde. A e di që shumica e njerëzve nuk arrin kurrë potencialin e tyre të vërtet, jo sepse nuk janë të aftë, por sepse nuk dinë të fokusohen. Fokusi është një fuqi e heshtur. Nuk duket, nuk dëgjohet, por mund të ndryshojë plotësisht jetën tënde. Pse fokusi është kaq i rëndësishëm? Fokusi është aftësia për të drejtuar energjinë, kohën dhe mendjen drejt një qëllimi të vetëm. Kur je i fokusuar, çdo veprim ka peshë, çdo minutë ka vlerë. Pa fokus, energjia shpërndahet kudo dhe rezultatet janë të vogla. Me fokus, edhe hapat e vegjël krijojnë ndryshime të mëdha. Njerëzit e zgjuarshëm nuk bëjnë gjithçka, ata bëjnë gjërat e duhura me fokus të plotë. Pengesat e zakonshme të fokusit. Sot jetojmë në epokën e shpërqendrimit. Mediat sociale kërkojnë vëmendjen tonë çdo minutë. Njoftimet e celularit na ndërpresin mendimin vazhdimisht. Zhurma, stresi dhe multitasking e lodhin trurin. Sa herë fillon diçka dhe ndalesh për të kontrolluar telefonin, çdo ndërprerje e vogël i thot trurit të mos qëndrojë gjatë në një detyrë. Prandaj, hapi i parë për fokus është kupto ku po shkon. Vëmendja jote duhet çdo ditë. Si të arrisim fokusin? Fokusi është si muskull, forcohet me praktikë. Vendos qëllime të qarta çdo ditë. Mos u përpiq të bësh gjithçka. Përqendrohu në atë që ka më shumë rëndësi. Përdor metodën Pomodoro, që do të thotë 25 minuta fokus i plot, 5 minuta pushim. Hiq shpërqendrimet e panevojshme. Fik njoftimet, mbyll aplikacionet që nuk duhen, krijo një ambient të qetë. Praktiko vetdijen. Edhe 2-3 minuta frymëmarrje e thellë para punës e qetëson mendjen dhe e rrit përqendrimin. Shembull praktik. Një shkrimtar që shkruan çdo ditë nga pak, përfundon një libër. Një atlet që stërvitet me fokus maksimal, përmirëson performancën çdo javë. Një sipërmarrës që planifikon ditën me kujdes, arrin më shumë me më pak stres. Nuk është talenti sekret, nuk është fati, është fuqia e fokusit të përditshëm. Fokusi është çelësi për të arritur më shumë, duke harxuar më pak energji. Nëse mëson të kontrollosh vëmendjen tënde, ti fillon të kontrollosh drejtimin e jetës tënde. Abonohu dhe ndiq
këtë seri për të mësuar si të përdorësh fuqinë e mendjes dhe të thyesh kufijtë që të kanë mbajtur mbrapa.